që duhet ta ndajmë së bashku. Mirë, por nuk mund ta ndajmë së bashku nëse nuk jemi ne që vim tek ju dhe presim që ju të vini te ne. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Faktikisht ftesat janë bërë duke pas parasysh edhe faktin që të kemi një numër protagonistësh të administrueshëm në një tryezë diskutimi, sepse natyrisht ju nuk jeni të vetmit, ka dhe plot tjerë dhe ata që nuk e shohin veten këtu në asnjë mënyrë nuk duhet ndjehen përjashtuar, por thjesht ky është një hap i parë për të ndërtuar pastaj një proces edhe për të pasur tryezat e përbashkëta diskutimin për fshatin edhe në nivel qarku, ku mund të ftohen patjetër edhe të tjerë, por duke u nisur nga ato që me gjas do të jenë konkluzionet e para të këtij diskutimi. Pra është një nevojë e jona, një nevojë e madhe e jona. Kemi nevojë të madhe që të rrisim impaktin e institucioneve që në letër dhe në misionin e tyre kanë mbështetjen e bujqësisë, mbështetjen e zhvillimit rural, por që në realitet kanë dobësira të mëdha. Dhe këtu unë do dëshiroja shumë që të jetë një diskutim shumë i hapur, nuk na bën asnjë punë ne që juve të flisni duke rrumbullakosur fjalët ose duke mos i thënë gjërat troç ashtu siç janë. Vetëm kështu mund na jepni ne mundësinë që të kuptojmë se çfarë duhet të bëjmë më mirë për ju dhe pastaj se çfarë bashkarisht do bëjmë më mirë për vendin në tërësi, sepse çfarë bëhet mirë për vendin është kontribut, është bashkimi i kontributeve të gjithëve. Dhe natyrisht nëse ne arrim të bëjmë më shumë dhe më mirë që juve të bëni më shumë dhe më mirë, bashkimi i gjithë kontributeve bën Shqipërinë që të ketë më shumë edhe që të jetë më mirë, nuk diskutohet. Dhe për këtë arsye mendoj që baza e këtij takimi duhet të jetë të qenit krejt të hapur në raport me arsyen pse jemi mbledhur. Pa asnjë rezervë, pa asnjë dorashk, çfarë ju shikoni në jetën e përditshme dhe çfarë konstatoni. Edhe çfarë mendoni që duhet bëjmë ne. Sepse ndjesia ime është që në suksesin tuaj roli ynë është shumë më i vogël se sa ç'duhet të jetë në fakt. Kjo është ndjesia që kam. Pra, unë besoj që juve harxhoni më shumë energji se sa duhet për aspektet caktuara të punës për shkakun tonë. Dhe mund t'ju kursehen një pjesë e këtyre energjive që t'i përdorni për të bërë si duhet të tjera gjëra. Dhe këtu natyrisht hyjnë të gjitha andrallat me burokracinë, andrallat me gjithë farë lloj aspektesh të punës. Dhe është një zinxhir i tërë që duhet kuptuar si duhet dhe duhet adresuar si duhet, që nga farat tek subvencionet, tek mënyra se si bëhen aplikimet dhe se si shpërndahen subvencionet dhe me radhë tek asistenca që merret nga institucionet në territor, tek mënyra si funksionojnë drejtoritë e ndryshme,
tek për linjat e prodhimit, tek grumbullusit, tek faturat, e kështu me radhë. Ne kemi bërë goxha ndryshim, por jemi akoma jo në vendin e duhur për të ndjerë mirë me funksionimin e sistemit. Dhe nëse nuk arrim do të japim bujqësisë profilin e sipërmarrjes, dhe nëse nuk arrim do të japim të gjithë atyre që duan një shans duke jetuar në fshat, mundësinë që të ngrenë sipërmarrje dhe të dalin me një fitim që ja u bën kuptim plot jetën e tyre në fshat, ne nuk e kemi kryer detyrën. Dhe kjo nuk mund të jetë një histori subvencionesh për të mbajtur frymën, por do të jetë një histori bashkëpunimi për të transformuar frymën e punës dhe frymën e gjithë jetës së një sipërmarrje rurale. Ky vend duhet të ketë një sipërmarrje rurale të fuqishme. Ne kemi patjetër ambicien që tani t'i kushtojmë shumë më tepër rëndësi agropërpunimit, t'i kushtojmë shumë më tepër rëndësi rritjes së eksporteve të produkteve të përpunuara.